Ju ftojmë të ndiqni programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Ky program shpall fjalën e pandryshueshme të Perëndisë tek individët dhe familjet që jetojnë në një botë që ndryshon çdo ditë. Dr. David Jeremiah është themeluesi i shërbesës ndërkombëtare radiofonike dhe televizive Moment Vendimtar. Në 4 dekada të mësimit të fjalës Perëndisë, Dr. Jeremiah ka shkruar shumë libra, ndër më të njohurit janë Çfarë po ndodh në botë, Armagedoni ekonomik që po vjen, Perëndia nuk të ka harruar. Të kuptojmë 66 librat e Biblës. Mësimi i shëndosh biblik është thelbi i shërbesës së Dr. David Jeremiah. Ndaj mos u misni asnjë nga programet e tij. Dështimi është pjesë e jetës së gjithë secilit, edhe nëse ne nuk e kuptojmë, edhe nëse nuk jemi të gatshëm ta pranojmë. Në vitin 88, Korporata e Bashkuar Teknologjike publikoi një artikull të shkurtër në Wall Street Journal që na kujton për dështimet tona. Artikulli shkruante: ju keni dështuar shumë herë, edhe pse mund mos e mbani mend. Jeni rrëzuar herën e parë që jeni përpjekur të ecni. Gati jeni mbytur herën e parë që jeni përpjekur të notoni. E keni qelluar topin herën e parë që vërtitet shkopin e bejsbollit? Gjuajtësit e mirë, ata që bëjnë më shumë pikë, janë edhe ata që gabojnë më shumë. R.H. Macy dështoi shumë herë përpara se ai t'ia dilte në New York. Babe Ruth dështoi 1330 herë përpara se të bënte 714 pikë. Pra, artikulli na thotë që të mos shqetësohemi për dështimet, por të shqetësohemi për mundësitë që humbasim, kur as nuk e provojmë. Kurdoherë që njeriu është i vendosur që të provojë, kurdoherë që ai njeri është i vendosur të përvishet jetës, përcjell një ndryshim, ai ka për të bërë gabime, ai ka për të dështuar. Prandaj gjëja e parë dhe më e rëndësishme që ne duhet të bëjmë është të përballemi me realitetin e dështimit dhe dua që të hapim Biblat dhe të shohim te 2 Korintasve 4 vargu 7. Vini re që Pali po u shkruan Korintasve dhe po u flet atyre për dështimin në konceptin biblik. Ai thot: dhe ne e kemi këtë thesar në enë prej balte. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë se thesari i ungjillit, që thesari i shërbesës, na është dhënë neve, por Perëndia na e ka dhënë në enë prej balte, në trupa njerëzor. Këtë kuptim ka shprehja enë prej balte. Perëndia u ka besuar gjën e tij të çmuar të ungjillit, vetë enëve toksore shumë të brishta që quhen trupa njerëzor. Dhe pastaj Pali vazhdon në të njëjtin kontekst që të na kujtojë se në këta trupa njerëzor ne shpesh dështojmë, ne shpesh e gjejmë veten nën trysni. Ai përdor disa fjalë shumë interesante për ta përshkruar këtë. Ai thotë ne jemi të shtrënguar në çdo mënyrë, por nuk jemi të ngushtuar deri në fund. Jemi të përndjekur, por jo të braktisur, të rrëzuar, por jo të shkatëruar. Kurdo ne e mbajmë në trupin ton vdekjen e Zotit Jezus. Ajo që Pali po thot këtu është se në vetë faktin që ne jemi njerëz, ne përjetojmë humbje dhe dekurajime dhe ndonjëherë edhe dështime në jetën tonë. Nëse do të kishim arritje të ndryshme nga këto, do të ishim jo njerëzor, do të ishim të përsosur, ne do të ishim perëndi. Por për vetë natyrën tonë njerëzore, dështimi është i pashmangshëm. Jakobi e ka thënë më së miri kur shkruante Jakobi kapitulli 3 vargu 2, ai thotë sepse të gjithë gabojmë në shumë gjëra dhe të gjithë thanë amen. Të gjithë e dim këtë, apo jo, ne bëjmë gabime, ne pengohemi në disa gjëra. Mendoni për javën që kaloi. Ju me siguri mund të bëni një listë tuaj, ashtu si edhe unë një timen. Në një libër me titull Libri i papërfunduar i dështimeve, Stephen Piley bën një listë me deklaratatat e dështuara dhe jetët e dështuara të njerëzve për cilët ne kemi dëgjuar. Për shembull, Simon Newcomb në vitin 1835 bëri këtë parashikim që makinat fluturuese më të rënda se ajri janë jo praktike dhe të parëndësishme dhe krejtësisht të pamundura. Më 1962, kompania diskografike Decca deklaroi: nuk na pëlqen zëri i tyre, grupi i kitaristëve po dalin jashtë tani, dhe e kishin fjalën për Beatlesat. Një ekspert ka thënë për Vince Lombardin: ai zotron një uri minimale në futboll dhe i mungon motivimi. Beethoven i mbante në mënyrë të çuditshme violinën dhe preferonte të luante kompozimet e veta në vend që të përmirësonte teknikën e tij. Mësuesi e quajti të pashpresë si kompozitor. Prindrit e këngëtarit famshëm të operës, Enrico Caruso, donin që ai të bëhej inxhinier, dhe mësuesi i tij tha që ai nuk ishte as pak zë dhe që ishte e pamundur që të këndonte. Walt Disney u pushua nga një redaktor gazete për mungesë idesh. Ai falimentoi shumë herë përpara se të ndërtonte Disneylandin. Mësuesi Thomas Edisonit ka thënë që ai ishte shumë budalla për të mësuar. Albert Einsteini nuk foli derisa mbushi 4 vjeç dhe nuk dinte të lexonte derisa mbushi 7.
Mësuesi e tij e përshkroi si të ngadalt mendërisht, jo social dhe që ende i pafundësisht në ëndrat e tij të marra. Ai u përjashtua dhe i refuzua pranimin në shkollën politeknike të Zyrihut. Punëdhënësi i F.V. Woolworths në një dyqan rrobash ku ai punonte, tha se ai nuk kishte aq shumë durim për të pritur klientët. Henry Ford dështoi dhe mbeti trok 5 herë përpara se më në fund t'ia dilte. Winston Churchill mbeti në klasën e 6. Ai nuk u bë kryeministër i Anglisë derisa mbushi 62 vjeç dhe vetëm pas një jete plot me pengesa dhe dështime. Kështu mund të vazhdoj pafund, në këtë listë ka dhe shumë të tjerë. Sa prej jush e dinë se në mendjet tona njerëzit e suksesshëm i përfiturojmë si njerëz që nuk dështojnë kurrë, por njerëzit që janë të suksesshëm mbase kanë dështuar më shumë se kushdo tjetër në rrugën e tyre për të gjetur atë që funksionon. Dhe po ju them diçka që ka qenë shumë çliruese për mua teksa kam menduar për këtë gjatë kësaj jave. Perëndia nuk habitet nga dështimet tona. Ai pak a shumë e pret këtë. Unë nuk po them se atij i pëlqen kjo dhe padyshim që nuk e kam fjalën për dështimin e mëkatit. Por në fjalën e Perëndis, ne na jepet përshtypja që Perëndia e kupton se kush jemi ne. Dëgjoni pak Psalmin 103, vargjet 13 dhe 14. Ashtu si një baba është i mëshirshëm me bijtë e tij, kështu është i mëshirshëm Zoti me ata që kanë frikë prej tij, sepse ai e njeh natyrën tonë dhe nuk harron që ne jemi pluhur. A nuk është interesante? Perëndia i plotfuqishëm e di kush jemi. Perëndia kur ne zgënjejmë atë, nuk qëndron në qiell dhe thotë mos shiko se çfarë ndodhi. Ai e di se kush jemi ne. Ai nuk i planifikon dështimet tona, ai nuk i promovon dështimet tona, por ai i kupton dështimet tona. Kujtoni kur Jezusi po lutej në kopshtin e Getsemanis dhe u kërkoi dishepujve të luteshin me të. Pastaj u veçua për të lutur dhe kur u kthye ata po flinin. Në fund Jezusi, biri i Perëndis, bëri këtë deklarat të mahnitshme. Ai tha: "Fryma është gati, por mishi ose trupi është i dobët." Biri i Perëndis e tha këtë. Sa prej nesh mund të thonë amen, kjo është gjithnjë e vërtet. Atë që dua të bëj shpesh nuk e bëj, fryma është e gatshme, por mishi im, trupi im, është i dobët. Dhe dhjata e re na kujton se kur ne kemi probleme, ai tek i cili shkojmë i kupton dobësitë tona, ne nuk kemi një kryeprift që nuk mund t'i kuptojë dobësitë tona. Ai e di se kush jemi ne. Prandaj kur flasim për dështimet, është e rëndësishme që të kuptojmë se Perëndia i kupton dështimet tona. Ai nuk i miraton ato, por ai i kupton. Dhe sa herë që ne shkojmë tek ai, duhet që të kuptojmë se ai e kupton se çfarë po përjetojmë ne. Më kujtohet të kem lexuar një deklarat nga një predikues skocez që quhet Alexander White, i cili e ka përshkruar kështu rritjen shpirtërore. Ai thot: rritja shpirtërore janë shenjtorët që rrëzohen dhe pastaj ngrihen, që rrëzohen dhe pastaj ngrihen, rrëzohen dhe sërish ngrihen derisa arrijnë në parajs. Sa prej jush po mendojnë kjo është, kështu jam unë. Dështimi. Pastaj duhet të përballemi me arsyet për dështimet tona. Këtu tek 2 Korintasve kapitulli 4, Pali na jep disa arsye sepse dështimi është lejuar në jetën tonë. Unë dua që të lexoni vargjet 17 dhe 18 në fund të kapitullit. Sepse trishtimi ynë i lehtë, që është vetëm për një moment, prodhon për ne një peshë të pamas e të pashoqe të amshuesh me lavdije. Ndërsa ne nuk i drejtojmë syt ndaj gjërave që duken, por ndaj gjërave që nuk shihen, sepse gjërat që duken janë për një kohë, kurse ato që nuk shihen janë të përjetshme. Tani nëse lexojmë këtë pasazh dhe e kqyrim me kujdes, do të kuptojmë se apostulli i madh po shpreh një lloj kontrasti këtu. Për shembull, ai po flet për ndryshimin mes gjërave të përkohshme dhe atyre të përjetshme. Për ndryshimin mes gjërave që shihen dhe atyre që nuk shihen. Për ndryshimin mes asaj që është e lehtë dhe asaj që është e rëndë. Dhe nëse e kqyrim me kujdes, do të kuptojmë se këtu, në fund të këtij pasazhi, fshihet një teologji shumë e thjeshtë, pas arsyes sepse Perëndia i lejon dështimet në jetën tonë dhe këtë e kam shkruar në 4 deklarata të thjeshta. Pikë së pari, ne dështojmë tani që të mund t'ja dalim më vonë. Vuajtjet i përkasin të tashmes, lavdia i përket të ardhmes. Biblia na thotë se nëse do të mbretërojmë me Zotin, ne duhet vuajmë bashkë me të, ne duhet kalojmë disa gjëra që do të na përgatisin për të qenë gati për lavdinë e tij. Prandaj ne dështojmë tani që të mund të kemi sukses më vonë. Pastaj së dyti kam shkruar se ne dështojmë në gjërat sporadike që të mund t'ja dalim në gjërat e rëndësishme. Ai flet për pikëllimin e lehtë dhe për peshën e lavdisë. Gjërat që na ndodhin tani në dritën e përjetësisë, edhe pse për momentin mund të na duken si dështime të mëdha,
nuk kanë shumë peshë përballë peshës së lavdis. Së treti, ne dështojmë në gjërat e përkohshme që të mund t'ja dalim në gjërat e përjetshme. Ai këtu flet për ato që janë për momentin. Ai flet edhe për gjërat që janë shumë të mëdha dhe të përjetshme. Ai flet për gjërat që duken dhe që janë të përkohshme dhe për gjërat që janë të përjetshme. Dhe së fundmi, ne dështojmë së jashtmi që të mund t'ja dalim së brendshmi. Sa më shumë që jetoj, aq më shumë i vetëdijshëm jam për faktin se Perëndis nuk i bëjnë përshtypje gjërat tona të jashtme. Perëndisi intereson shumë për gjërat e brendshme. Ne ngatrohemi kaq shumë me ato që bëjmë. Perëndisi intereson ajo që ne jemi. Dhe këtu në këtë pasazh na thuhet, ndërsa ne nuk i drejtojmë syt ndaj gjërave që duken, por ndaj gjërave që nuk shihen. Shumë herë kur ne jemi duke menduar se po dështojmë nga jashtë, ajo që po ndodh te ne po bën që ne të kemi sukses së brendshmi. Nuk ka asgjë që krahasohet kur ne përplasim kokën në një problem që është aq i madh, sa biem përmbys me fytyrë. Asgjë nuk krahasohet me diçka që na bën të biem në gjunjë dhe të themi, Zot Perëndi, kjo është për te mundësive të mia, nuk di se çfarë të bëj. Pikërisht ky është vendi ku ne vijmë dhe ku Perëndia kërkon që të na sjell. Ku ne e kuptojmë se kush jemi dhe i kuptojmë dobësitë tona njerëzore. Ndonjëherë Perëndia i lejon dështimet në jetën tonë që ne të mund të rritemi. Peter Marshall e ka thënë kështu: është më mirë të dështosh për një kauz që në fund do të ketë sukses, se sa të kesh sukses në një kauz që në fund do të dështojë. Pra Perëndia po punon në jetën tonë kur ne dështojmë. Duhet i kërkojmë Perëndis që të na ndihmojë të mësojmë nga ai dështim dhe se si mund të bëhemi njerëzit që ai do që të jemi. Dhe pastaj në fund në këtë pasazh tek 2 Korintasve dua të vini re rezultatin e dështimit përballje me rezultatin e dështimit. Më pëlqen ky vargu 16. Na thotë: prandaj nuk na lëshon zemra. Ne nuk do të dorëzohemi sepse e dim që edhe pse po na ndodhin këto gjëra, edhe pse po përballemi me këto dështime, edhe pse njeriu i jashtëm shkon në shkatërrim, ai i brendshmi për të rihet nga dita në ditë. Rezultati i dështimit shpeshherë është një provë se si ne e shohim jetën. Ne nuk bëjmë më vlerësime nga jashtë brenda, por fillojmë të shohim gjërat nga brenda jashtë. Ndërsa njeriu i jashtëm shkon në shkatrim siç kemi folur së fundmi. Nëse ne vendosim gjithë besimin ton te kjo, atëherë po luftojmë një betejë të humbur, sepse njeriu i jashtëm në fund do të shkatërrohet. Dhe nëse ju intereson vetëm kjo, atëherë keni për të humbur, nuk e di nëse do të ndodhë sot, nesër apo vitin tjetër, por nuk mund t'ja dilni. Por njeriu i brendshëm mund të ripërtërihet dhe ky është mesazhi i mrekullueshëm. Ndonjëherë dështimet tona na kthejnë së brendshmi në jetën që Perëndia do që ne të ndërtojmë, teksa përballemi me gigantin e dështimit. Por duaj që t'ju jap disa përvoja praktike, disa të vërteta praktike se si ta trajtoni dështimin, teksa Perëndia na kalon përtej këtyre përvojave një herë apo një herë tjetër. Të luftojmë gigantin e dështimit. Çfarë duhet bëjmë kur përballemi me dështimin? Si të përballemi me të? Së pari, ne duhet ta pranojmë dështimin. A keni qenë ndonjëherë afër njerëzve që kanë dështuar, por që nuk e pranojnë këtë? Njerëz të cilët e kanë katranosur vërtet shumë dhe nuk duan që ta pranojnë këtë dhe i dëgjojmë t'i veshin lloj-lloj gjërash për ta mbuluar dështimin. E po, e dim që kjo është e kotë. Të gjithë e din që ju keni dështuar, pse nuk e pranoni dhe të përballeni me këtë, ta pranoni këtë. Dikush ka thënë se rruga për ta kthyer në të kundërt ndikimin e dështimit fillon nga ju. Reagimi ynë i parë është për të mbrojtur pafajësinë tonë, por mos e bëni këtë. Kur ju e kuptoni se keni dështuar vërtet, përballuni me këtë fakt, pranojeni këtë dhe ecni përpara. Nëse nuk e bëni këtë, do ta kaloni gjithë jetën tuaj duke u përpjekur ta mbuloni, duke mohuar atë që e dini se është e vërtet. Tregoni të sinqert për atë që jeni vërtet. Para se të ecim përpara, më lejoni t'ju kujtoj diçka që duhet ta vendosim në këtë pikë të mesazhit. Jo të gjitha dështimet janë mëkate. Ne shpeshherë dështojmë vetëm për shkak se jemi qenie njerëzore. A dështoi Jozefi kur u shit si skllav në Egjipt? A mëkatoi Jobi kur ju rrëmbye gjithë familja dhe çdo gjë që zotronte? A mëkatoi Jezusi kur kurora mbretërore ju zvendësua me një kurorë me gjëmba? Dështimi jo gjithmonë është mëkat. Ndonjëherë dështimi lejohet nga Perëndia për të na bërë ata që ai do që të jemi. Nga libri i Hebrejve në kapitullin 11 kemi parë jetën e shumë njerëzve aty dhe të gjithë ata mëngjallin kureshtje. Por të gjithë ata jo vetëm që kanë të përbashkët besimin, por kanë të përbashkët edhe natyrën e tyre njerëzore dhe dështimet e tyre. Mojsiu dhe temperamenti i tij i nxehtë, ju kujtohet ai? Noeu dhe alkoolizmi i tij. E gjitha ajo listë me këta njerëz me besim të madh gjithashtu na kujtojnë se ata
ishin njerëz dhe që dështuan. Nëse jemi njerëz, ne do të dështojmë. Kjo është pjesë e asaj që na mëson fjala e Perëndis. Por pasi ti pranojmë dështimet tona, gjëja e dytë që duhet të bëjmë është të pranojmë faljen e Perëndis. Nëse dështimi ynë është mëkat, vetmja mënyrë për ta kapërcyer është që të marrim falje. Bibla te Psalmi 103 vargu 10 na thot, ai nuk na trajton siç e meritojmë mëkatet tona dhe nuk na dënon në bazë të fajeve tona dhe të gjithë ne duhet të themi amen për këtë. Ne shkojmë te Perëndia me dështimet tona, me mëkatet tona dhe kërkojmë pikërisht atë ndjesinë e faljes. Një herë, një vajzë e re doli përpara dhe tha, "Pastor, un jam shumë e dëshpëruar që të di se Perëndia më ka falur, që unë do ta përjetoj ndjesinë e faljes për dështimet e mia." Çfarë gjëje mrekullueshme është që të mund shkosh te dikush dhe ti thuash, "Më lejo të të them atë që di unë." Perëndia është i specializuar për të falur mëkatet dhe dështimet e të gjithëve ne. Bazuar në autoritetin e fjalës së Perëndis, mund të premtoj se nuk ka asgjë që mund të kesh bërë dhe që Perëndia nuk mund të ta falë nëse shkon tek ai me pendim. Kur ne dështojmë, shkojmë te Perëndia për falje dhe duhet kuptojmë që Perëndia dëshiron që të na çlirojë nga prangat e fajit. Dhe së treti vini në zbatim mësimet nga dështimet për të shkuar drejt suksesit. Çfarë marrëzie është që të dështosh dhe të mos nxjerrësh një mësim? Nëse ne e pranojmë dështimin si gjykimin përfundimtar dhe absolut të potencialit ton, atëherë ne kemi përdështuar gjithë jetën. Ne duhet të mësojmë që ta përdorim dështimin ton si burim, si një mundësi dhe shpesh mund të jetë dera drejt një suksesi të madh. John Keats, një shkrimtar anglez, dikur ka shkruar, dështimi në një kuptim është si një autostradë drejt suksesit, duke qenë se çdo zbulimi i asaj që është e rreme na çon vërtet drejt asaj që është e vërtet, dhe çdo lloj përvoje e re na tregon disa forma gabimi që më pas mund t'i shmangim me kujdes. Perëndia shpesh i lejon dështimet tona që të bëhen pika të veçanta të fuqisë dhe të shërbesës në jetën tonë. Po ju them një mendim vërtet rëndësishëm që shpresoj të mos e harroni. Mësoni që t'i pranoni dështimet si një fakt i jetës, jo si një mënyrë jetese. Ne të gjithë dështojmë, por a na bën ky fakt dështak? Më dëgjoni me kujdes. Dështimi është një ngjarje, jo një njeri. Dështimi është diçka që e bëjmë, jo diçka që bëhemi. Në botën tonë ndodh diçka shumë interesante. Sa herë që një njeri dështon në një farë mënyre, ne themi e po ai ishte i dështuar, ose ai është një dështak. Kjo është shprehja jonë. Por kur ne dështojmë, kjo nuk na bën ne dështak, vetëm nëse e lejojmë atë dështim që të vazhdojë dhe të shumëfishohet nga dështime të tjera. Kështu t'i lejojmë dështimet të bëhen pirg. Në këtë mënyrë ne do t'i lejonim dështimet tona që të na shndërronin në dështak, por nuk ka pse të ndodhë kështu. Kur mendoj për këtë gjithmonë, mendja më shkon te Pietri, nëse ka njeri që ka pasur arsye për të ngritur duart lart dhe për të thënë kaq ishte, ka marr fund ka qenë Pietri, ti e mohon Zotin 3 herë pasi ai të ka thënë se do ta bësh këtë. Dhe pastaj e kupton se e ke bërë këtë. Biblia na thot se ai doli jashtë dhe qau me dënes, shumë prej nesh do të ishin zvaritur në dështimet tona, do të kishin mbetur në depresion për gjithë jetën tonë, por herën tjetër që ai na shfaqet. Nëse i hapim Biblia te veprat, e shohim atë duke predikuar në ditën e Pentakostit, duke shpallur një nga mesazhet më të mëdha të shpallura ndonjëherë, dhe mira njerëz erdhën në besim te Krishti. Mes dështimit të atij dhe librit të veprave të apostujve, ndodhi diçka. Ai pati një tjetër takim me Zotin Jezus te Gjoni kapitulli 21 dhe ai u fal dhe pastaj ai rimori forcat për shërbesën e tij. Pra ne duhet ta pranojmë dështimin si një fakt i jetës dhe jo si një mënyrë jetese, pastaj duhet të ngrihemi nga dështimi dhe t'ja nisim sërish. Kur ne dështojmë, tundimi është që të zhytemi në vetmëshirë dhe të ndjejmë keqardhje për veten. Biznesi ynë dështon, një marrëdhënie dështon dhe ne kemi prirjen të duam të shkojmë edhe të shijojmë keqardhjen për veten. Por më lejoni t'ju them gjëja më e mirë që mund të bëni është t'i rregulloni gjërat me Perëndin, pastaj të ngriheni në këmbë dhe të filloni të ecni përpara. Një nga historitë mia të preferuara në 10 vjetër është historia e Jonas. Kjo histori më pëlqen jo për shkak të balenës, edhe pse kjo është pjesë e rëndësishme e saj, jo për shkak të udhëtimit të Jonës brenda peshkut, edhe pse kjo më pëlqen, por kjo histori më pëlqen për shkak të kapitullit të 3 dhe 2 vargjeve të para. Dua që t'i lexoni në ekran me zë të lartë bashkë me mua. Jona kapitulli 3 vargjet 1 dhe 2. Fjala e Zotit ju drejtua Jonas për herë të dytë, duke thënë: "Çohu, shko në Ninive, qyteti i madh, dhe shpalli atij mesazhin që po të urdhëroj." Ky është një pasazh i mrekullueshëm dhe inkurajues. Jona dështoi në mënyrë spektakolare. Perëndia i tha të shkonte këtej kurse Jona shkoi andej. Perëndia i tha duaj Ninivitët, predikoi ungjillin atyre, Jona i urrente ata. Por Perëndia i dha atij një përvojë
brenda balenës. Dhe kur gjithçka mbaroi, Bibla na thot se Perëndia shkoi tek ai dhe i tha: "Jona, mos rri ulur këtu dhe të mendosh më për dështimet e tua." I tha: "Ngrihu mbi dështimet e tua dhe shko në Ninive dhe prediko ungjillin." E dini ç'ndodhi? Ai predikoi ungjillin dhe 120.000 njerëz erdhën te Krishti, një nga rizgjimet më të mëdha që ka ndodhur ndonjëherë në historinë e fjalës së Perëndisë. Gjatë herës së dytë, menjëherë pas dështimit të tij spektakolar, Perëndia e përdori Jonan për të krijuar një mundësi krejt të re për një kulturë të njohur si Ninivitët. Kur ne dështojmë, duhet t'ja fillojmë nga fillimi. Njerëzit do të vinë dhe do t'ju thonë: "Po ti dështove, nuk mund ta bësh këtë. Ky është armiku që po flet, nuk është Perëndia." Ajo që ndodh kur ne flasim për dështimet është se shpesh mendojmë për të tjerët. Sa të lehtë e kemi t'i nxjerrim në pa dështimet e të tjerëve, ndërkohë që nuk kemi asnjë lloj baze për këtë. Këtë javë kontrollova në përshkrim dhe gjeta shembuj që më dinin papritur përpara, që mund të na ndihmojnë të kuptojmë se sa e gabuar është të gjykojmë të tjerët si dështim kur as nuk e dim se për çfarë po flasim. Janë histori të mirënjohura dhe ju keni për ta gjetur veten tek ato. Së pari, kemi historinë në Dhjatën e Re që flet për një dështim që ne do ta kishim gjykuar si të tillë. Është historia e njeriu të pasur dhe lypsit. Nëse do të kishit hyrë në një dhomë me njeriu e pasur dhe me lypsarin, çfarë do të kishit menduar? Kush është njeriu i suksesshëm në këtë dhomë? A është njeriu i pasur? Pa diskutim nga gjithë gjërat e jashtme, ai është njeriu i suksesshëm. Por le të lexojmë nga Luka 16:25, kur lexojmë këtë e shohim se si analizon Zoti. "O bir, kujto se ti ke marrë të mirat e tua gjatë jetës sate, kurse Llazari të këqijat, tashti përkundrazi ai po përdollehet dhe ti vuan." Njeriu i pasur në sy të gjithë të tjerëve dukej si njeri i suksesshëm, por ai kishte dështuar dhe Llazari ishte i suksesshëm. Interesante kjo, apo jo? Shpeshherë Perëndia i kthen përmbys vlerat tona dhe thot: "Jo, prit një minutë, ti nuk e di të gjithë historinë." Dhe pastaj kemi historinë e një fariseu dhe një tagrambledhsi. Te Luka 18, Biblia na thot se 2 njerëz u ngjitën në tempull për të lutur. Njëri ishte farise. Ai ishte i veshur me veshjen e tij luksoze dhe nga çdo gjë që mund të imagjinoni, duke një njeri i suksesshëm, dhe ai filloi të lutej dhe të thotë: "O Perëndi, falenderoj që nuk jam si njerëzit e tjerë. Nuk jam grabitçar. Nuk jam kuror shkelës, nuk jam si ky tagrambledhsi këtu." Dhe aty në një cep qëndronte edhe tagrambledhsi dhe po lutej. Nëse do të hynit në tempull atë ditë dhe do të thoshit: "O, pa shikoj pak ata 2 burra", dikush mund të pyeste cili nga ata është i suksesshëm. Është e qartë që fariseu që po lutet me duart ngritura lart, duke lartësuar veten dhe duke pranuar madhështinë e tij. Por Jezusi kishte një këndvështrim shumë të ndryshëm për këtë skenë. Jezusi, duke folur për tagrambledhsin, tha: "Dhe unë po ju them se ky dhe jo tjetri u kthye në shtëpinë e vet i shfaqsuar, sepse kushdo që lartësohet do të ulet dhe kush ulet do të lartësohet." Të gjitha këto janë vetëm paralajmërime për ne që kur të ndohemi që ta vlerësojmë jetën tonë përmes syve tanë njerëzor dhe të themi: "Ky njeri është i suksesshëm", kurse ai tjetri i dështuar, bëjmë mirë të kemi kujdes për këtë, sepse mund të mos i kemi të gjitha informacionet. Mos gjykoni që të mos gjykoheni, thot shkrimi i shenjtë, dhe vetëm Perëndia mund të shohë përmes realitetit të zemrës së dikujt. Këtu në këtë bashkësi për shembull mund të jetë dikush që jeton në një shtëpi modeste, por çdo natë ai mbledh familjen rreth vetes dhe lutet bashkë me ta dhe i inkurajon ata. Ai jeton për Perëndin. Ai ndonjëherë refuzon edhe ngritjen e detyrë që të mund ta largojnë atë nga detyrat familjare, por ai jeton në një mënyrë të drejtë. Kurse nga ana tjetër e qytetit mund të jetë dikush me të njëjtën moshë dhe me të njëjtën familje, i cili fiton shumë dhe është i respektuar në komunitet, por çdo pjesë e jetës së tij po rrënohet. Nga jashtë ne mund të themi: "Ky njeri është i suksesshëm", kurse ky është i dështuar. Por Perëndia i sheh gjërat në një mënyrë shumë të ndryshme. Nëse do të kishit qenë aty atë ditë, duke qëndruar aty, jashtë qytetit, duke parë atë që kishte ndodhur dhe atë që po ndodhte, do të kishit thënë se ky është dështimi më i madh i të gjitha kohërave. Një njeri që kishte kaq shumë ndjekës, që kishte folur me kaq shumë autoritet, që në fakt kishte bërë dhe disa mrekulli gjatë rrugës, që ishte përpjekur t'i binte njerëzit që ai ishte Mesia që po prisnin. Por tani ndërsa që ndronit aty dhe shihnit kryqin ku ai u var në mes të 2 hajdutëve, gjithçka që ju mund të mendoni do të ishte çfarë dështimi i madh është kjo ditë për të dhe për çdo që e njihte atë. Nëse nuk do ta kishit ditur brendësinë e historisë, do të kishit thënë: "Kjo është një histori tipike për librin e dështimeve."
Por sa prej jush e din se ai çast që bota e shihte si dështimin më të madh të gjitha kohërave, doli që të ishte çasti më i madh i suksesit në historinë e botës. Sepse gjithsecili prej nesh që e njeh Perëndin dhe e kupton se çfarë do thotë jesh i falur për mëkatet, drejtohet tek ai çast, drejtohet tek ai kryq, tek ai çast që u duk si dështim për çdo që e pa, por ne e dim që fitoria më e madhe që është fituar ndonjëherë në historinë e njerëzimit u fitua atë ditë në Kalvar, kur Jezusi u kryqëzua mes dy ajdutëve dhe mes qiellit dhe tokës, duke paguar ndëshkimin për mëkatin tuaj dhe timin. Ne e dim këtë. Dhe pastaj kjo u vërtetua për ne 3 ditë më vonë, sepse pasi ai u vendos në varr, ai doli nga ai varr fitimtar mbi vdekjen, për të na vërtetuar dhe për të na provuar se ato që ai kishte thënë për veten ishin të vërteta. Prandaj ne besojmë tek ai dhe i besojmë atij. Ne e dim se ajo që ai bëri në kryq, edhe pse u duk si dështim për çdo, ishte sukses për ne që e vendosim besimin tek ai. Nëse nuk e keni bërë këtë deri më sot, nëse nuk e keni vendosur besimin te Krishti, duhet të dini se këtu fillon vërtet suksesi. Faleminderit që ishit me mua sot në moment vendimtar. Sa më shumë që e studiojmë fjalën e Perëndis, aq më shumë e kuptojmë që Perëndia ynë i dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me gjithë secilin prej nesh. Nëse ju do doni që të filloni një marrëdhënie me të, hapi i parë është që të pendoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit që të bëhet Zoti dhe shpëtimtari juaj. Sapo ta merrni këtë vendim për të pranuar dhuratën e Perëndisë për shpëtimin, do të fillojë udhtimi juaj me Perëndin si një krijesë e re në Krishtin. Nëse sot e keni marrë këtë hap besimi, ju inkurajoj që ta ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo të një kishë zonës, dhe që të vazhdoni të rriteni në besimin e sapo gjetur. Perëndia ju bekoft, ndërsa filloni ecjen tuaj me Perëndin. Pres me padurim që të shihemi herën tjetër, këtu në Moment Vendimtar. Ndoqët programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Rikthehemi sërish tek ju javën e ardhshme me një tjetër mesazh për fuqinë e jashtëzakonshme të fjalës së Perëndisë, që ndryshon jetën tona përgjithmonë. Deri atëherë, miru dëgjofshim.